Rrugët ndahen në kategori të ndryshme. Për shembull, rrugën ku marr pjesën gjatë ndërtimit të rrugës Prishtinë-Prizren në projektin e Behtelengës, rruga autostrada Ibrahim Rugova, po ashtu edhe Prishtinë-Pej. Këto rrugë janë rrugë të mbyllura. Fatmirësisht janë bërë të mbyllura në kuptimin se nuk kanë dalje dhe hyrje shumë të pjesëve rurale, ku ato i shfrytëzojnë për bujqësi ose për makinat të ndryshme, për raste të ndryshme. Pra këto janë mbyllura, këto kanë siguritet më mëdha. Ndërsa magjistralet Prishtinë-Pej, Prishtinë-Mitrovic, Podujev, këto janë rrugë të hapura. Bëhet zgjerimi i rrugës, edhe ka kyçe pa numërta dhe pa nevojshme dhe ndoshta edhe që s'ka nevojë më hap. Një prej tyre është ajo. Mandej dy janë po ashtu mungon sinjalizimi horizontal, vertikal në disa pjesë. Ka bariera të cilat nuk janë të vendosura në gjitha vendet ku janë në pikat e nevojshme për bariera, pra pajit elastike. Mandej është një faktor tjetër që vrasësia asfaltit. Vrasësia asfaltit është faktor shumë i rëndësishëm sepse me kalimin e kohës asfalti e hup vrasësinë e vet. Pra bëhet një test që matë çdo disa vite se sa është i vrasht ai asfalt gjatë frenimit, a është në gjendje të mirë për vozitje me të tjeshme. Unë besoj që disa rrugë asfalti është harxhu, që mund me thonë kështu, edhe ajo është një prej faktorëve të tjerë. Mandej vi faktor edhe të vozitësi, për shkak të përdorimit telefonave, për shkak të disa faktorëve të tjerë, shpejtësisë edhe shumë tjerë. Po, për një periudhë shumë të shkurt, me një dëshirë të madhe të shtetit Kosovës, këto rrugë mujnë me afru një siguri të madhe. Për një investim, le theme për 5 vjetë, nëse ka dëshirë vendi për me u përfundu këto pika, këto kyçe, ajo mund të rregullohet shumë shpejt, edhe pa në fund të bie kjo numri i aksidentit fatal, e të kemi një numër shumë të reduktuar, sepse jeta një njeriu kur nuk vlen ato pare sa kushtoj me bo një rrugë. Të ke fundit rruga nuk është ditësotit luks, është nevojë për me shku prej një vend në vend tjetër, se tash po kemi njerëz që jetojnë për shembull në vende ndryshme, po vinë po punojnë në Prishtinë, edhe shfrytëzojmë për punë, nuk shfrytëzojmë për me shku për turizëm ose për qef, disa arterje ndryshme.